hadithi ad-dinu an-nasiha عن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ترانسميتون مسلمي أبو داود أحمد ذا النسائي صوت بيغمبري صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة feja është sinqeritet, ose feja është qiltësia, pastërtia. 3 herë e ka thonë. Ka thonë për kënë? A i tha për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij, për udhëhecat e muslimanëve dhe për muslimanët në përgjithësi. Sahabiu hadithit është Temim ibn Aus ibn Kharija ad-Dari radiyallahu anhu. Kunja ti është Ebu Ruqayya, që është sahabi i njohur dhe ka vdekur në vitin 40 mas hijretit. Fjala e din do të thot Islami në përgjithësi. Dhe i gjithë Islami kthehet te ky hadith. Gjithë Islami sillet rreth këtij hadithi. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thonë se an-nasiha është pjesë e Islamit, por ka thonë e dinu nasiha, do të thonë gjitha feja është nasiha. Dhe nasiha shpesh herë përkthehet si këshill, do të thonë feja është këshill, por këshilli është një pjesë e fjalës nasiha. Dhe fjala nasiha është më e madhe dhe përfshin më shumë se sa vetëm këshillën. Për këtë arsye, kjo fjalë an-nasiha është marrë për fjalës an-nush, do të thonë kur mjalti është i pastër, nuk është i përzir me diçka tjetër, është i pastër. Dhe këtu ka për kuptim, do të thonë zemra jote të jetë e pastër. Kur të vjen muslimani tek ti dhe ti e këshillon, do të thonë këshilla jote vjen nga pastërtia e zemrës tënd, ja don të mirën dhe e këshillon me pastërti dhe jo me mashtrim ose duke ja dashur të keqen. Për këtë këshilla është një pjesë prej fjalës an-nasiha. A'immatul muslimin janë ata udhëhecat, khalifët dhe priesit e muslimanëve, edhe dietarët, se edhe dietarët janë udhëhecat të muslimanëve. Amatuhum janë muslimanët në përgjithësi. Do të thotë të gjithë muslimanët e thjesht, ata janë amatul muslimin. Dhe kuptimi i këtij hadithi është shumë me rëndësi, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pak fjalë, do të thonë vetëm me 2 fjalë, ad-dinu nasiha, ka dhënë një këshill shumë madhështore dhe shumë të rëndësishëm për çështjet e Islamit. Qofshin ata për veprat, do me thonë ne që i veprojmë si musliman ndaj njëri tjetrit që duhet me këshillu, ose edhe si grup, si musliman, atëherë përmirësimi jonë është nëse ne kapumi mas kësaj fjale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Sheikh Rabi' rahimahullah në shpjegimin e hadithit, thot sikur muslimant të kishin vepru me këtë hadith dhe me kuptimin e fjalës nasiha, atëherë ata do të arrishin lumturinë e dynjas dhe të ahiretit dhe dhe kishin jetuar si vëllezër që e do njëri tjetrin dhe që i bashkon një akide dhe një flamur dhe një menheq në jetën e tyre. Kështu nasiha ndaj Allahut azza wa jall, do të thonë që t'jesh i qiltër, i pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala, është me e besu atë, sipas gjithë asaj që ka ardhur në Kur'an edhe në Sunet, prej emrave të tij të bukura dhe cilësitë të tij të larta, një iman hakikat të vërtet dhe me sinqeritet, pa shtrëmbrim të emrave dhe cilësive të tij, ose mohim, ose krahasim
Po ashtu siç ka thënë Allahu për veten e tij, lejse kemithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk është sikur ai. Do të thotë asgjë nuk i parangjason Allahut Azza wa Jall, wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Dhe veçimi i Allahut Azza wa Jall me ibadet dhe largimi nga shirku dhe bindja ndaj Allahut për gjithë shka që ai na ka urdhëruar dhe largimi nga çdo gjina që Allah Azza wa Jall neve na ka ndalu, dhe dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Do të thonë dashuria dhe urrejtja nuk është për shkak të interesit, po është për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj an-nasiha li kitabihi është për librin e Allahut, do me thonë me besu se libri Allahut, Kur'ani, është fjala e tij, që ai e ka zbritur dhe nuk është i krijuar, dhe se nuk mund të ndryshohet asnjë shkronjë prej Kur'anit, po se Kur'ani është i mbrojtur prej Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu siç është zbritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Xhibrilit, në atë mënyrë dë mbrohet prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse mblidhen të gjithë gjinët dhe të gjithë njerëzit që të sjellin të njëjtin sikur Kur'anin, nuk munden. Nëse mblidhen të sjellin 10 sure sikur suret e Kur'anit, nuk mundet, po edhe një sure, që është sura më e vogël e Kur'anit, që ka vetëm 3 ajete, cila është ajo? Al-Kauthar, nëse mblidhen edhe një sure me sjell sikur suret e Kur'anit, nuk do kenë mundësi të sjellin një sure të ngjashëm sikur suret e Kur'anit. Për këtë arsye Kur'ani është mu'jiza e madhe që Allah Azza wa Jall ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mrekullia e madhe që deri në ditën e gjykimit, do të thonë, nuk mund asnjë të sjell një sure sikur suret e Kur'anit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpresuar se do jetë pejgamberi me më shumë pasues se të gjithë pejgamberët. Ata mu'jizate që i kanë pas kanë qenë vetëm në kohën e tyre. E mas vdekjes së tyre, njerëzit nuk i kanë pa mu'jizatet e tyre. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiza, mrekullia e tij vazhdon deri në ditën e gjykimit, dhe ajo është Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj prej madhërimit të Kur'anit është që ti me lexu Kur'anin dhe me e zbukuru zërin tënd kur ta lexosh Kur'anin, dhe ta lexosh Kur'anin me devotshmëri, dhe sikur që ti lexosh shkronjat e tij në mënyrë të saktë, edhe me punu me Kur'anin në mënyrë të saktë. Pastaj edhe me refuzu devimet e atyre që mundohen me shtrëmbru kuptimin e Kur'anit, ose ata që e teprojnë në urdhat e Kur'anit ose fjalët e Kur'anit, edhe me besu gjithçka që ka ardhur në Kur'an, edhe me punu me gjithë atë që Allah Azza wa Jall na ka mësuar neve në Kur'an, edhe me meditu për kuptimin dhe fjalët e Kur'anit, dhe me vepru me urtësinë e tij, edhe me u bind për gjithçka që është përmendur në Kur'an, edhe me kuptu an-nasikh dhe mansukh, do të thonë rregullat e Kur'anit që kanë ardhur, që një rregull shembull ka ardhur më vonë, është largu ky rregull, atëherë kjo është nasikh e mansukh prej diturisë të Kur'anit, që gjithashtu musliman duhet atë me ditë, edhe me përhap kuptimin e Kur'anit, edhe me i thiru njerëzit tek Kur'ani. Atëherë kjo është gjithashtu diçka me rëndësi, dhe përmendëm në dersin e kaluar rëndësinë e mësimit të leximit të Kur'anit, dhe se nuk është në rregull që muslimani të kalon disa vite në udhëzim, në praktikimin e fesë, kur ta shohësh thua mashallah te barakallah, ndërsa nuk lexon Kur'an. Atëherë kjo është një dobësi shumë e madhe. Dhe për këtë arsye është këshilla
që çdo kush të mundohet të cakton çdo ditë një kohë vetëm për Kur'an. Se kjo është diçka shumë me rëndësi dhe lidhet çështja e imanit të tij dhe kuptimit të fesë në leximin e Kur'anit dhe në kuptimin e Kur'anit. Pastaj nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nasiha për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë është me besu risalen e tij, do të thonë mesazhin e tij me të cilin ai ka ardhur, dhe gjithashtu me besu gjithë çka ai që na ka treguar neve. Nëse diçka nuk përputhet me logjikën tënd, atëherë nuk thuti s'ka mundësi, s'mund ta pranoj. Jo, ai është i dërguari i Allahut dhe gjithë çka që ai thot është e vërtetë. Dhe prej fjalës Muhammed Rasulullah, kur dëshmon këtë fjalë, është që gjithë çka që ai na ka treguar neve me besu. Dhe gjithë çka që ai na ka urdhëruar me e vepru, dhe gjithë çka që ai neve na ka ndalu prej saj me u largu, dhe mos me adhuru Allahun Azza wa Jall, vetëm se ashtu siç ai sallallahu alaihi wasallam neve na ka mësu. Pastaj an-nasihatu li a'immati al-muslimin, do të thonë këshilla për, ose nasiha, pastërtia, çiltërsia për imamt e muslimanëve, atëherë do të thotë që mos me fol kundër tyre, do të thonë udhëhecat e muslimanëve, mos me fol kundër tyre, mos me bë kryngritje kundër tyre, mos me i sha, mos me i ofendu, po nëse na urdhërojnë diçka që nuk është e ndaluar, atëherë me i pasu dhe me i dëgju. E nëse na urdhërojnë diçka që është e ndaluar, atëherë nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim ndaj krijuesit, por prapë se prapë nuk lejohet që të largohen nga bindja ndaj tyre. Por ai që ka mundësi, prej njerëzve sikur që janë dietarët dhe njerëzve të mëdhenj, ai i këshillon ata në vetmi. Pastaj an-nasiha li 'ammati al-muslimin, nasiha ndaj muslimanëve në përgjithësi, dhe ata janë të gjithë tjerë përveç udhëhecat e muslimanëve, atëherë është që ti me i udhëzu ata dhe i me i këshillu për dobin e tyre në dynja dhe në ahiret, dhe nëse mundesh me largu dëmin ndaj tyre. Do thonë nëse ti din atë që i bën dobi muslimanit, vllaut tënd, atëherë këshilloje për të mirë. Sidomos kur ai vjen tek ti edhe të pyet. Atëherë është prej mashtrimit nëse ti e din të mirën për të edhe nuk e këshillon. Ose mundesh me largu ndonjë dëm prej tij, atëherë gjithashtu është kjo e kërkuar prej teje. Dhe kjo është domethënë nasiha, që zemra jote të jetë e pastër ndaj muslimanëve, që të vadush të mirën ashtu siç e don për veten tënd. Dhe kush është muslimani? Men selime nas min yadihi wa lisanihi. Që njerëzit janë të sigurt, janë rahat prej gjuhës së tij, do të thonë nuk i dëmton me gjuhën e vet. Edhe nuk i dëmton me dorën e vet. Pa ai është i dobishëm, kudo që është, ai është i dobishëm për muslimant. I urdhëron për të mirën dhe i ndalon nga e keqja, dhe i dhimbën muslimant kur i shef se janë të devijuar, se gabojnë, kur shef se dëmtohen, atëherë ai ndjen dhimbje në zemrën e tij dhe dëshiron udhëzimin për të gjithë muslimant. Dhe nëse mashtrimi në çështjet e dynjas, që ka të bëjë me ushqimin e njerëzve, ose me makinën e njerëzve, ose me shtëpiat e njerëzve, është diçka shumë e rëndë në Islam, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Men ghashana falaysa minna", kush na mashtron neve, ai s'është prej neve. Atësi është puna me mashtruesit e fesë, pa dyshim se këtu është rreziku edhe më i madh, dhe se kërkohet edhe më së shumti që njeriu të jetë i drejtë në këshillën që ka të bëjë me çështjet e fesë. Do të thonë çështja e dynjas duhet të jesh i drejtë dhe të vadush të mirën dhe të këshillosh për të mirë. Po çështja e fesë ka edhe më shumë rëndësi, që mos bësh shkak për devimin e njerëzve,
po që të bësh shkak për udhëzimin e tyre në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas ajo që përfitot prej hadithit është e para se an-nasiha quhet feja dhe islami. Don kjo fjalë an-nasiha është fjalë shumë e madhe dhe feja është quhet me këtë emërtim an-nasiha. E dyta është se e din feja ka të bëjë me vepra edhe ka të bëjë me fjalë. Domethënë edhe fjalët e mira, edhe veprat e mira, të gjitha marrin pjesë në fe. E treta është se nuk ka fe ai person që nuk ka pastërti, qiltërsi ndaj Allahut, ndaj librit të Allahut, ndaj të dërguarit të Allahut, ndaj udhëhecave të muslimanëve dhe ndaj muslimanëve në përgjithësi. Dhe kush i mashtron ata, atëherë ai nuk ka të bëjë me këtë gjë dhe nuk është prej tyre. E katërta, obligueshmëria e nasihës në të gjitha çështjet që janë përmendur, me gjitha llojet e saj, ndaj gjithë muslimanëve, secili sipas mundësisë së tij dhe sipas diturisë së tij dhe sipas gradës dhe vlerës së tij që ka ai person në shoqëri.